fjalëve të tij. Në emër të OVL-s të UÇK-s, para jush ftoj Zotri Hajrosh Kurtaj për një fjalë rasti. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara familje Luma, Lika e Koroqi, të nderuar veteran invalid të luftës shlimtare, i nderuari kryetari komunës Sabedin Bishi, i nderuari deputet Reqica, ish kryetar Besim Ilazi, kryesues Slajdin Troni, kryetar i veteranëve të degës në Perizaj Afrim Mehmeti dhe ju gjithë të pranishëm, të dashur nxënës dhe arsimtar të shkollës dituria të Nivajës. Sot, kur shënojmë 27 vjetorin e luftës heroike në këtë fshat, kujtojmë njësitë e brigadës 162 Agim Bajrami, të cilat ishin vendosur në mbrojtje të fshatit Nivaj. Ishin njësitë e batalionit të dytë të brigadës 162 Agim Bajrami, të udhëhequra nga komandanti Azem Guri, ishte kompania e batalionit 3 e udhëhequr nga komandanti Ilyas Ceka, ishin njësitë pranë shtabore, por mbi gjitha ishte shtabi i brigadës dhe komanda e brigadës në udhëheqjen e komandant Qamil Ilazit, komandant Bardit. Gjithashtu në mbrojtje të Ivajës Vjetër dhe Gajrës ishin të vendosur njësitë e batalionit të parë të komanduar nga Heset Malsiu, si dhe njësitë ishin në mbrojtje të Kotlinës dhe puseve të Nikës të batalionit të 3 të udhëhequr nga komandanti Rufiki Suma. Kur kujtojmë luftën heroike të 27 vite më parë, kujtojmë heroizmin e dëshmorëve që sot kujtojmë. Të dashur të pranishëm, sot jemi mbledhur me respekt dhe përgjegjësi për të kujtuar një nga ditët më të vështira dhe më heroike të historisë sonë të re 10 morsi në vitin 1999, ditën kur në Ivaj të Kaçanikut u zhvillua një betejë e ashpër ndërmjet forcave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave okupatore serbe. Në atë ditë të rëndë, ditë më të mirë të këtij vendi, u ngritën përballë një armiku shumë pesh më të madh në numër dhe i pajisur me armatim të rëndë, përballë mira forcave armike. Luftëtarët e brigadës 162 Agim Bajrami qëndruan me guxim, me vetëdijshmëri dhe me besim të palkundur në lirinë e Kosovës. Në këtë betejë ranë dëshmor zëvendës komandanti i kompanisë Asman Luma, komandanti i skuadrës Murat Lika, ushtarët Qanil Luma e Raif Karaçi. Ata nuk ranë thjesht në një përplasje armësh, ata ranë duke mbrojtur pragun e shtëpisë, nderin e familjes, dinjitetin e kombit dhe të ardhmen e brezave që do të vinë. Sakrifica e tyre është themel mbi të cilin ndërtua liria jonë. Po në këtë betejë, plagë të lirisë morën këta luftarë: Adem Kolshi, Halil Kuka, Muhamet Malsiu, Feriz Deda, Hafer Luma, Zjadin Luma, Xhelal Lika, Veton Krasniqi, Milazem Krasniqi dhe Shefkit Terziu, si dhe rritet nga forcat serbe qytetari i Civel Xhemel Mulaku. Lufta në Ivaj ishte e ashpër, ishte përballje pa barabartë në numër e teknik, por jo në zemër, jo në guxim, jo në ideal, sepse forcat e vërteta nuk maten me tanke e artilleri, por me vetëdijshmëri për të mos u dorëzuar kurrë, dhe ata nuk u dorëzuan. Sot, kur ne jetojmë të lirë, kur fëmijët tanë rriten në qiellin e një Kosove të lirë, kemi detyrim moral që emrat e tyre të mos harrohen kurrë. Kujtimi për ta nuk është vetëm nderim, është përgjegjësi për ta ruajtur lirinë, për ta forcuar shtetin, për ta ndërtuar drejtësinë dhe për ta mbrojtur të gjallë idealin për të cilin ata dhanë jetën. Edhe sot, kur i shënojmë këtë ditë të lavdishme të ushtrisë